Kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka zhvilluar një takim në qytetin e Shkodrës me rastin e 35 vjetorit të krimit të Partisë Socialiste. Përpara nisjes së takimit, Rama u prit me protesta nga një grup qytetarësh në hyrje të qytetit të Shkodrës, të shoqëruara me thirrje të shumta kundrejt tij. Pas mbërritjes së tij, qytetarët u shpërndan të qetë, ndërkohë në takimin e zhvilluar në Kalan Rozafa, Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestat që po zhvillohen nga qytetarët, ku shpreh se nuk është patriotike të hedhësh baltë e të sulmosh. Kollaj të flasësh për flamurin është edhe më kollaj të marrësh një flamur dhe ta lidhësh në qafë për të bërë patriotin, është edhe më kollaj të bërtasësh e të këndosh këngë patriotike. Patriotizmi nuk është as pak e lidhur me flamurin, nuk është as pak e lidhur me frymën atyre këngëve që të gjitha këto ti përdorësh për të sulmuar dhe për të bërë çmosin që të hedhësh të gjithë baltën e mundshme ndaj atyre që nuk mendojnë si ti, dhe jo vetëm nuk mendojnë si ti, por janë me detyrën e udhëheqjes vendit, sepse shumica që nuk mendon si ti ka zgjatur ata dhe nuk të ka zgjatur ty. Se realisht po të përpiqesh ti dëgjosh çfarë nuk dëgjon. Ishte një patriot dje ma çuhen që thoshte Edi Rama i ka ulur qëllimisht biletat e avionëve për të bërë që sa më shumë të marrin avionin dhe të ikin nga Shqipëria. Ku ishin ta kur në Shqipëri kërciste gjuetia ilegale dhe kur vriteshin për ditë zogj e kafsh që normalisht janë specie të mbrojtura, që ka një plan djallëzor për të shitur Shqipërinë, që ka një plan djallëzor për të shkatruar një habitat natyral dhe për të rrafshuar një zonë të mbrojtur, po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të çohet dhe të marrë kurajon, ti tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Nuk e ka bërë dje, nuk e ka bërë sot dhe nuk ka bërë kur. Prej 9 ditësh shqiptarët janë në revolt dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që në Shkodër ishte dita e tretë e protestës.